Përshëndetje të gjithëve. Byrek me petë të pjekura dhe i mbushur me qep, domate dhe gjizë do përgatisim ditën e sotme. Në këtë recet jam fokusuar tek pjekja e petëve, një detaj që bën edhe shumë ndryshim. Pa unë burko fillojmë në fillim me përgatitjen e brumit. Në tasë unë kam vendosur 500 gram me miell, i shtojmë një lugë të çajit me krip dhe diku tek 280 deri në 300 ml ujë. Tani në verë nuk ja shtoj ujin e vakët, por ujë normal, ujë ambienti. Formohet një brum i butë dhe jo i ngjitshëm. E vendosim në një pjatë, e mbulojmë me një pecet kuzhine dhe e lëm të pushoj për 20 minuta. Ndërkohë ne merremi me përgatitjen e mbushjes. Këtu kam 5 qep mesatare, i presim qepët gjysmë rrethore dhe do t'i vendosim në një tigan të thellë. Në këtë mënyrë i presim qepët. I shtuam vaj ulliri dhe direkt në zjarr. Ndërkohë që qepët ka urdisen, ne 5 domate të pjekura mirë i kthejmë pure në blender. Si e shikoni i kemi gati. Edhe qepa është bërë transparente. Shtojmë puren e domateve. I shtojmë pak krip, një majluge me sheqer për të larguar aciditetin e domateve dhe piper të zi. Sa po të avullojnë pak lëngjet e domateve, do t'i shtojmë gjizë ose djath të thërmuar. Çfarë ju të keni dëshirë. Ndërkohë edhe brumi ka pushuar. E hapim në trajtën e një cilindri dhe ndajmë në 12 ose 13 kulaçka. I përgatisim, i bëjmë gati për t'u tërhollur. Poshtë kam shtruar pak niseshte. Kam gjithsej 13 kulaçka, i hapim të gjitha nga 20 cm, vetëm një kulaçk nuk do ta tërhollim, natyrisht jo në këtë moment. I hapim të gjitha kulaçkat, duke i vendosur njëra mbi tjetrën. Këtë kulaçk do ta lëm për të shtruar në fund të tepsisë. I grupojmë 4 nga 4. Bëjmë grupin e parë të petëve duke i shtuar vaj ulliri. E hapi mirë. Do t'i shtojmë edhe pak niseshte. I ndihmon niseshteja që petët mos të ngjiten. I vendosim mbi njëra tjetrën. Dhe ja ku formuam grupin e parë të petëve, formojmë grupin e dytë të petëve dhe grupin e fundit të petëve, grupin e tretë. Kemi 3 grupe petësh dhe një petë tek. Fillojmë të hapim grupin e parë të petëve. I bëjmë këtë ngjeshjen me qëllim që petët të hapen të gjitha në të njëjtën kohë. I largojmë këto petët e tjera dhe vazhdojmë ta tërhollim një petë plotë. Për më pak se 1 minutë e kemi gati. Një ndjekësja ime në recetën para këtij byreku më shkruajti se si unë i pjek petët. Është e thjeshtë fare, unë nuk përdor furrën për të pjekur petët, por thjesht në një tepsi të vjetër alumini. Si e pat, petët janë hapur një nga një. Vendosim tepsinë dhe e hapim gazin shumë pak. Vendosim tepsinë sipër, shtojmë edhe petën. Shikoni në vendin ku është flaka, filloj të ngrihen pak petët. E rrotulloj me kujdes derisa të bëhen në këtë mënyrë si e shikoni ju në video. Pjekim edhe pjesën tjetër. Dhe më pas e kthejmë nga ana tjetër. Nuk është skuqur shumë,
por do ta kthejmë sërish. Kaq kollaj piqen petët e këtij byreku. Nuk ka rëndësi mbushja, e rëndësishme është që të piqe në këtë mënyrë. Vetëm 2 petë unë do t'i pjek, ndërsa një grup petësh unë do t'ja vendos sipër. 2 petë, si u thash më parë, unë i kam për të pjekur, shtruam petën që kishim tek, i vendosëm pak vaj, shtojmë petën e pjekur, nuk do t'i shtojmë vaj, pasi vaj ka gjella. Shtojmë gjysmën e sasisë së mbushjes, vendosim sërish petën tjetër të pjekur, pjesën e gjellës së ngelur, hapim dhe petën e fundit, janë 4 petë bashk, i tërhollim në të njëjtën kohë, edhe fillestarët mund ta përgatisnin këtë byrek. Si e shikoni mund ta hapni fare mirë me rul dhe të përgatisni këtë super byrek. E mbulojmë gjellën sipër, duke e rrudhosur pak, i shtojmë vaj ulliri, palosim këtë petën anësore dhe direkt në furrë për ta pjekur. Pjekja varet gjithmonë nga furra juaj. Në furrën time unë e pjek për 30 minuta në 200 gradë. Dhe ja rezultati i byrekut, është pjekur perfekt, me që është pak krokant, i kërce sipër, e kthejmë nga ana tjetër dhe e kemi gati. Shikoni si janë ndarë petët një nga një. Realizova këtë recet me shumë përkushtim, siç më kërkoi një nga ndjekëset e mia të dashura. Nëse dhe ju e provoni, më shkruani, mezi pres që të shikoj se si ju doli. Ju falenderoj që më ndiqni.